se ty s'ta dënë kom heq. Se gjithë i dhamë naj koma, naj dëra, naj diçka. Ama kur po ullak të diqysh, kështë si kralit. Po bre, po të përshon të ru. A dhe o, një vetë ta imponën që është të më nejtë. Jo po, që? Si zëj komën me kom. Qashtu. Raki, s'për shkej ka me kule koma me kom. Ja, më se qëtë, qashtu në speqa se bile me të kalëzu prom, tu do është me qitë komën me kom, që është të më bëndi nërvëza i burri jam. Pse? Shqe ma mirë në tu nej, tu do është me qitë komën me kom, kur aj pun këqyrë tha. Ti e tha, sikur po më do këta, sikur kë ke trosh pak, a? Te këqyra, unë e mirë një herë në sy. Ta është ti sikur po më do këtë s'po tjetohet mo, a? Vede? Që unë e tu dollë. Kur hapë e shoku natën që aty. Ku që aty? Që aty? Që aty, a? Që aty? Hepe thëmë, mëre, që e qukit saban këjshi? Po? Tha, ju, përom qëfar fëryme e madhe ka fëry, thash, po? Qa që fëryme fort, tha, që sët kër i kom qelë sytë, pe i gjumit, e posh vetën që kisha pas lejnë këjshi, ka të stërus. Qajtë, ajo kam kot, shpifa, shpifa, hajtë dhe posh, a di që shëmbë këtë grote hëlla, që do të shpifa, me ta gjigavë, të thonë, jo trosha, jo flejta atje, jo kështu jashtu. Hajde posh zotin, neve troshave pallas në hamë për kur gjo. I këshyrim punët e tëna, e më shilim gojen edhe veç hojmë. Po pro, normal. E këja me pa ditë lindjen. Hajde përhajt, aja festuve. Normal që do të mja festu. Këtë vet i ka thirë. Ani dhe? Po krejt vetë më rritemi në asë një. Po hajtë se s'ka lidhe ka një herë në dërë. Jo, po. Me të sa kingjë, sa vena, sa kusherine. Pa, plus njoni, i shorë me femën të vetë. Ani dhe? Qani, 25 jetë. Ani? E shatirat. Ani? Barbi i thëjshim. Pagojle modhe. A, te kopi tërë në trek për para, e ti dëshiraj, me konsh në shërahat, e me jetu edhe shumë vjetë, 100-200 vjetë, edhe për pos shtypjes, edhe shëqirit, kur gjatë tjetër mos mi u qu, Këtë Vindura një qka mi u kalzu, o burra. O burra shumë kujdes që të kohën e fundit. Jeni në një periud kur gratë jënë shumë nevrike. A dim se e nevrike? Se nuk ju binë të esha ta manë. Jo, po që e vëni me mujtë do barkë me hek. A një të do barkë për dhe? O, që veç e radë, veç flajt kisha nejtë. Po? Veç flajt bre, tak, ani që shjenë salon, që shpa janë. Të e këqyrë televizorin, veç kër po vja një farë gjume, më knaqë. Po quna për shkojnë dhëmë gjumit, me flajt. Gjume për në salon. Unë e gjitha kom duhe. Unë i kom marrë mi prëvu dë tesha verëre. Dë tesha të plazhës. Që loja një ves një sanë në karata manë. Qka është? Peshkiri. Po majë mundi veç që majë mënë. Edhe veç s'ka posë qare pa u bënjere se na. Na po si na po ku ko moj si na. Na jena populli maj kulturum në ruzullin të kësor. Ska, ja. Na qa që na të kulturum me të dukum, sa që gjamat i lojna me gazeta. E të ardhën e këshyrim në finxën të kafës. A këta bujna na gratë. A di qa ka ndallim gruja me granatë? Qka? Unozën. Unozën? Po u ahu që ate. Gjysa shpiz shkaj.
ata tham une, jeta është shumë e shkurt. Bëjeni atë që ju bën të lumtur dhe rini me ata që ju bëjnë të buzëqeshni në jetë. Jemi rikthyer përsëri. A dini që fjala Odeon, si që paralajmëroj, edhe e tham me qëllim në çdo emision që të jetë një vulë dhe ta kuptojmë të gjithë, Odeoni është fjalë e vjetër, pellazge, ilire, që do më thënë shesh i fjalës së mirë dhe këngës së bukur. Aty e ka rajnë teatri. Kudo që të shkoni në përbot në qytetet më të mëdha, ka nga një teatr që quhet Odeon. Na jemi nona dhe baba e teatrit, le ta di këtë bota këtë. E bukra është që ta tregojmë, po ta tregojmë edhe me vepër në jetën e përditshme, se ky është teatri. Fikrisht në këtë teatr jemi rikthy për ta vazhdu bashkë bisedimin. Doktor Vebi Qoba. A më ju thonë qobalarët, me konë ka struga, këta pjesa toskria, përdoni, qobalarët. Qoba. A jeni qobë tamon nga Shkodra? Nga Shkodra. Jeni kjo rënjë, Po, një rënjë është. Një rënjë është me Josefina Topallin, dhe me thonë, jemi kushënjë. Zef Qobën. Që ka bërë këngën? Gjamadani via via, është Kosova, është Shqipnia. Dhe si zemër Qikelia, o sa e madhe, është Shqipnia. E ke nisë për doktor dhe mrekulli që e bon, një pjesë të shkollës në Ulqen, pastaj në Mitrovic, pastaj në Prishtinë, kështu me radhë, dhe bukura është që e kthy në shtëpi për ta mbajtur gjallë, edhe fjalën shqipe, edhe punën profesionale doktorit, për t'ju tregu gjithë aty në doktorëve që do të mu kthy në atë dhe, në realitet në Ulqen është mrekulli se thojnë nga detit edhe nga të mretit ajo gjë, Ulqeni ka qenë realisht në 100 vjet e fundit qerdhja jonë, sepse ju thoni që keni pas qerdhen këtu, po dhe edhe ne kemi pas qerdhen tonë, kur kemi dash me shku pranë detit, gjithmonë kemi shku te vëllezërit tanë, në shtëpi tona kemi arë në Ulqen. Si doktor ju bashkangjite këti ansambli, ishte dëshire jotja, apo u ofrove në bashkëpunim të organizimit fillestar? Unë isha që në fillim në organizim para të ansamblit, por edhe me tutje me që jam në zanën shumë, por gjithmonë për art, për këngë, për me los gjithmonë e gjej kohën që muj mu shkëput. Kështu që unë e kam, si me thonë, artin, muziken të lemon, si me thonë, që është në fëmini jam marë, unë bashkë në atë kohë, kur s'ka mujt kush me dalë në Shqipëri, më kujtohet klasën e 6, unë kam përfajsu Malin e Zi, shqiptarët e Malit Zi, kam kënduar në Tiranë, në Shkodër. A ke pas fatin e mirat? Në atë kohë, kur s'ka mujt kush me dalë. Organizuar diçka, ha? Edhe ishte interesant se unë atëheri ishe fëmijë vogël, me flokë gjata, atje në Shqipëni, kohë të nverit, atje ka qenë diktatura. Atje nalën flokë të atje? Po. Atje mahnitë në flokë të E mrekullia ka qenë që ka shku. Sigurisht, atë pësë një rrethi kur u ktheve? Bashkë ka metë se mandaj mas një kohët kanë shku edhe arsimtarët tonë. Edhe kemi qenë në Muzeun e Gjirokastrës. Mirë për na kishim mësua të në klasë 6, e mësoshim pak historinë e kombit shqiptar, por më tepër kishim lezuar. Mirë po, a i të Cironi flitë të atë, edhe unë ju përgjishe, edhe për ati. Edhe më kujtohet profesorat tonë, kër kanë shku atje, kanë thonë, e keni pas një nëzanë stjuin fantastik. Hem kënote, por edhe dite. Dërsa, një profesor i oni, Ramadan Mehmeti quhet, a ishte, si tu ka thonë, qa mendoni jo, na i kena tanë ashtu.